Komision. Rektorët e universiteteve shtetërore dalin kundër projektligjit të arsimit të lartë. Në Komisionin e Edukimit dhe Mjeteve të Informimit, ata kanë shfaqur rezervat për financimin dhe autonominë. Sipas rektorëve, ky projektligj çon universitetet në një shteg të panjohur dhe zbe autonominë e bordeve. Trajtimi në këtë projektligj i çështjes kyçe asaj të financimit të sistemit të arsimit të lartë del jashtë kapaciteteve që ofron zhvillimi shoqëror aktual i vendit. Institucionet private, ligji i ri i njeh si institucionet e pavarura të arsimit të lartë. Projektligji mendojmë se nuk duhet të marrë miratimit përfundimtar të ligjvendësit. Për sa i përket çështjes së ngritur nga Qendra e Studimeve Albanologjike, pas vlerësimeve tona të fundit, gjendet në thelb institucioni Qendra e Studimeve Albanologjike, në fakt gjendet në një rrugë të humbur, tjetë një çështje e politikës qeverisëse që të adaptojë institucionin sipas nevojave të parashikuara në ligj. Ish ministri i Arsimit Myqerim Tafaj ngriti shqetësimin e kredisë studentore. Profesorët të universiteteve modelin e ri të financimit të universiteteve. Sepse në fakt thelbi i këtij ligji është modeli i ri i financimit. Consideroni ju si institucionet e arsimit të lartë këtë mundësi. Duhet jemi shumë të kujdesshëm për sa i përket kredisë. Është hedhur që atëherë dhe po them dhe këtë që ta mendojmë mirë këtë gjë për punën e kredive dhe çfarë përgjegjësi do të marrim ne si shtet, si institucion. Ndërsa rektori i Universitetit të Arteve refuzoi rritjen e tarifave studentore, si dhe rishikim të nenit 82 për universitetet specifike ku bëjnë pjesë edhe artet. Mënyra e organizimit të tyre, e para, mënyra e financimit të tyre, e dyta, dhe mënyra e pranimit studentëve, e treta, i merr përsipër pikërisht ai nen. Dhe unë mendoj që ai nen e zgjidh këtë gjë. Ne nuk mund të kërkojmë, personalisht nuk mund të kërkojmë rritje të tarifave, paçka se e di që kosto e studentit në shkollën time është shumë e shtrenjtë se sa ajo tarifë në fakt që ai paguar. Ndërkohë që në komision diskutoi projektligji për arsimin e lartë përpara kryesisë së kuvendit, lëvizja e studentëve vazhdonte protestat.